Gishtat e mi dridheshin mbi tastierën e telefonit. Isha 28 vjeç, por në ato moment ndihesha si një fëmijë 5 vjeçar që kishte bërë një gabim të tmerrshëm. Numri ishte i njëjti prej vitit, një numër fiks, i vjetër, me kode që nuk përdoreshin më nga të rinjt. Por unë e kisha mësuar përmendësh që në moshën 10 vjeçare. Ishte numri i gjyshit tim, jo gjyshit biologjik, por plakut që më kishte rritur kur nëna ime punonte 2 turne në një fabrikë këpucësh. Një bur i heshtur, me duar të ashpra si lëvorja e pishës, dhe sy që kishin parë luftën, emigracionin dhe vdekjen e gruas së tij, kur isha vetëm 6 vjeç. Që nga ajo ditë, ai nuk qeshi më kur me të vërtet. Vetëm buzëqeshte, atë buzëqeshje të hollë që të bënte të ndjeje se po të dhuronte diçka të shenjtë. Por unë nuk isha shkuar për ta parë, prej 18 muajsh, një vit e gjysmë, dhe arsyeja ishte e thjeshtë. Kisha frikë. Jo nga ai, por nga ajo që do të gjeja. E mbaj mend të shtunën e fundit të tetorit. Kishin rënë shi dhe era e lagësht e detit depërtonte në përxhamat e dritares së tij. Unë qëndroja te dera e banesës së tij të vjetër në katin e 3, pa ashensor. Shkallët ishin të ngushta dhe mbanin erë pluhuri dhe kafeje të djegur. Trokita 3 herë, siç kisha bërë gjithmonë që fëmijë. Hap derën. Ai ishte aty, i mbështetur te shkopi i tij prej drurit të zi. Por diçka ishte ndryshe. Ai dukej më i vogël, sikur dikush e kishte tkurur gjatë natës. Suplat e tij, që dikur mbanin qese mielli mbi supe, tani ishin të përkulura përpara, si deg që prisnin të thyheshin. Hyrbi, tha, dhe zëri i tij ishte një fërshëlim e lehtë, si e ra midis gurdhe. U ula në divanin e vjetër prej kadifeje jeshile. Ai u ul përballë meje, në koltukun e tij. Për një kohë të gjatë nuk folëm. Unë shikoja duart e mia, ai shikonte dritaren. Pastaj, pa pritur, ai u ngrit në këmbë. Eja, tha, do të dalim. Dalin? Gjysh, po bie shi, dhe ju... Nuk jam plak i dobët. E ndërpreu ai, por pa inat, me një buzëqeshje të atij lloji që ngjante më shumë me një dhimbje të fshehtë. Eja, duhet të tregoj diçka. Dolëm. Hera e parë në më shumë se një vit që shkelja rrugën e tij. Unë eci ngadalë pranë tij, gati të kapja krahun e tij nëse lëkundej. Por ai eci me një ritëm të çuditshëm, sikur këmbët e tij kishin kujtesën e tyre, pavarësisht nga trupi. Arritëm në fund të rrugicës, ku fillonte një shkallë gjatë guri që zbriste drejt plazhit. Ishte e lagësht, me myshk në cepat e shkallëve. Unë u ndala. Gjysh, këtu nuk mund të... Por ai tashmë kishte vënë këmbën e parë në shkallën e parë, pastaj të dytën. Dhe më pas, me një lëvizje që dukej e pamundur për një trup 80 vjeçar, ai u kthye nga unë. Hipu mbi shpinën time, tha. Përplasa syt. Ç'po thoni? Hipu si për meje, sikur ishe e vogël. Do të çoj deri te guri i madh, aty poshtë, ku deti përplaset. Kjo ishte e çmendur. Një plak 80 vjeç, me shkop, mëftonte t'i hipja sipër. Por në sytë e tij pash diçka që nuk e kisha parë prej vitesh. Një lloj këmbënguljeje të egër, si ajo e dikujt që di që po luan me oret e fundit. Dhe unë i ahodha. U ngjita ngadalë, duke u mbështetur me duar mbi supat e tij të thata. Trupi i tij ishte i lehtë, shumë më i lehtë se që mbaja mend. Kockat e tij mund të ndiheshin në lëkurë si deg të thata, dhe për një çast mendova, kjo është gabim. Po e thyej, po e mbytem. Por ai filloi të zbriste. Hap pas hapi, shkalla pas shkalle. Unë ndjeja se cilin lëvizje të tij, se cilin tension të muskujve të tij. Dhe në çdo hap
një zë brënda meje bërtiste. Do të mbetet pa frym, do të shembet, dhe faji do të jetë im. Gjysh, ndalo, nuk mund të marrësh frym. Ai nuk u përgjigj, por e ndjeva frymarrjen e tij. Ishte e shkurtër, e prerë, një tingull si ai një kafshë të plagosur, një fërshëlim që vinte nga thelësia e kraharorit të tij. Dhe unë, si për ti, me krahet rreth qafës së tij, ndjeja trupin e tij që dridhej. Të lusë, më lër poshtë, i thash, me zërin që më dridhej. Ai ndaloi. Qëndronim në mes të shkallëve, rreth 10 hapa para fundit. Shiji i mët na lagte fytyrat. Pastaj ai foli, por fryma e tij dilte me vështirësi, si një flet letre që digjet ngadalë. A e di pse po e bëj këtë? Tha, pa u kthyer nga unë. Sepse të gjithë këta muaj që nuk erdhe, mendova se kisha frikë të të shija. Kisha frikë të të tregoja se isha bërë i dobët. Por sot, kur hapa deran, kuptova diçka. Pëshertiti. Një pëshertim që dukej si një përpjekje e fundit për të mbajtur ajrin. Frika nuk është se do të më mbetem pa frym, vazhdoi ai. Frika është se do të humbas ty, se do të më harrosh para se të largohem unë. U luta që të mos qaja, por lotët më rridnin në përfaqe të përziera me shi. E shtrëngova më fort. Tani, tha ai, me një zë që dridhej por ishte i vendosur, do të zbresim veri poshtë, dhe pastaj do të them diçka që nuk të kam thënë kur. Ai vazhdoi, hap pas hapi. Unë ndjeja zemrën e tij jo me dorë, por përmes shpinës së tij. Rrahjet ishin të shpejta por të forta. Ai po luftonte, jo kundër peshës sime, por kundër kohës, kundër dhimbjes, kundër asaj që ai e dinte se po vinte. Arritëm te guri i madh. Ai u ul ngadalë, duke më lënë të rrëshqisja pranë tij. Fytyra e tij ishte e kuqe, bali i lagur jo vetëm nga shiu, por nga djersa. Dhe për një minutë të tërë ai nuk foli. Vetëm shikonte detin duke marrë frym thellë, me atë tingull që më ngjante si një paralajmërim. Ishte nëna jote, tha më në fund. Kur ishe 6 vjeç, ajo më la ty në pragun tim. Jo sepse nuk të donte, por sepse ishte e sëmur dhe nuk donte që ti ta shihje të vdiste. Dhe unë premtova se do të kujdesesha për ty pa i thënë kur të vërtetën. Por tani, këtu, me frymën time që po mbaron, dua që ti ta dish. Të kam rritur jo për detyrë, por sepse ti ishe e vetmja gjë që ma ktheu buzëqeshjen. U kthye nga unë. Sytë e tij ishin të njomur, por jo nga shiu. Dhe frika që ti ke, atë që ndjeve kur më hip sipër, nuk është frikë se do të mbetem pa frym. Është frika se nuk do të arish të më thuash lamtumir. Por unë të them tani, nuk kam nevojë për lamtumir. Kam nevojë që ti ta kujtosh këtë çast, këtë zbritje, këtë frym. U ngrit në këmbë, i dridheshin këmbët, por ai qëndroi aty, një plak 80 vjeç, me mua pranë, duke parë detin që ishte po aq i egër sa ai në rini. Dhe atëherë kuptova. I hipa sipër plakut tim, kisha frike se më ngelej pa fryme, por nuk ishte ai që kishte nevojë për frym, isha unë. Unë kisha nevojë për ajrin që ai më dhuroi me çdo hap, me çdo fjalë, me çdo lot që nuk e la të binte para meje. Atë natë kur u ktheva në shtëpi, telefonova. Jo për t'i thënë lamtumir, por për t'i thënë, gjysh, nesër do të vi përsëri dhe do të çoj te guri, por këtë herë do të zbresim krah për krah. Dhe nga ana tjetër, dëgjova atë tingullin që më ngrohu zemrën. Një pëshertim, jo e lodhur, por e lehtë, si ajo e dikujt që më në fund e ka lënë barën. Fryma e tij nuk mbaroi atë ditë, por frika ime